Kjo pije mund t'ju ndihmojë për të larguar entjen e këmbëve. I nxehti është i dëmshëm për këmbët sepse nxit entjen e tyre. Nëse udhëtoni ose qëndroni ulur për një kohë të gjatë, probleme të tilla pothuajse nuk mund t'i shmangni. Për të zbutur gjendjen, duhet të bëni dush me ujë të ftohtë, të shmangni kryqëzimet e këmbëve dhe të mundoheni që sa më pak të qëndroni në një pozitë statike, por edhe të mos qëndroni ulur. Ajo që mund të bëni për të shmangur është të përgatisni një recetë natyrale. I mtësoni gjethet dhe rrënjët e majdanozit dhe i përzjeni në 4 decilitër ujë. E mbuloni dhe e lini të qëndrojë brenda natës. Në mëngjes i shtoni lëngun nga një limon i shtrydhur dhe lëngu është i gatshëm. Duhet të konsumoni ato 3 herë në ditë nga 1 decilitër në mënyrë që të merrni përfitimet e duhura kundër fryrjes së këmbëve. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat nga mjekut.